Dhe karrierë dhe familja. Po pse quhet sukses, se me thonë e gruan se ka kriju një familje të madhe. Pse nuk është sukses i saj që ka bë 4 fëmijë për shembull. Është një sukses shumë i jashtëzakonshëm. Patjetër që po. Se unë mendoj që kjo është një sukses i madh. Se nëse ndohet që ajo që ka bë gruaja për shembull ka bë 4 fëmijë dhe i ka këshirë që ta 4 fëmijë dhe është sakrifikuar për që ta 4 fëmijë, unë mendoj që kjo është suksesi më i madh i saj na. Pse nuk duhet me pa na me synin e një suksesi, pse sukses është ajo që e përcjell modën ose shkon fitness ose nuk mendoj që çështu duhet mi dallu senet e para. E dyta, dashna më ndërlidh me ato që nisa me thonë. Koha cilësore që ti ja kushton fëmijës tënd ose prindit tënd. Unë i kam dy prind më shumë. Kur shkoj ti tani është arrit 2 orë, 3 orë, pa nëse kam në telefon ose në TikTok të bo të këshilloj me palidhje, okej, unë nuk kem qenë prezent për ta. Ka qenë efektive. Ndoshta një herë me babin për shembull me dhëz një cigare ose me mamin me fol 10 minuta, ja dhon prezencën tonë aty, ndoshta një javë ditë e ke kry vizitën me ta dhe si më thon ke qenë te prindërit. Edhe ata thonë e kem në një ideal. Ose edhe fëmijët çështo. Profeti Muhammed për shembull nuk është që ka pas shumë kohë të pafund me një kushtu njerëz, se ka pas shumë përgjegjësi publike, edhe u konë edhe lider shpirtërore, fetare, por kur ka nejtë për shembull me një familjar 5 minuta, krejt prezencën e ka jep çati familjar dhe ai ka thonë, wow, ky ishte me mu. Prandaj unë në fillim atje thash familja ndahet 2 pjesë. Nëse më lejohet me sfigu çeta. Po. Kemi 2 lloje të familjes, më mirë me thonë. Familja e qëndrueshme dhe solide dhe familja e paqëndrueshme. Pyetja është çysh me pas në një familje të qëndrueshme. Sipas studimeve, janë 3 komponente që e bojnë një familje të qëndrueshme. E para është me pas një kod caktuar